Përshëndetje nga kuzhina në Jerit. Sot kam vendosur përgatit një kajmaqin për ndryshe qumë shtor që e quajnë ne ona Dugaxhinit e quajnë pra kajmaqin me vezë bio. Tashtim bismillah për mbledhje mas pore vezë që na nevojiten mandej të regojna pra edhe recetën. Përshëndetje nga kuzhina në Jerit. Sot kam vendosur përgatit një kajmaqin për ndryshe, si thashë në fillim, një qumë shtore me vezë të shotit për ndryshe katunit në Austri. Krejt që ka na nevojitin për përbarzve janë 14 vezë të katunit, 1 liter me qumë të ngrahtë, mandej 14 lugë të gjellës me sheqer. Për juve që nuk ju pëlqen aroma e vezëve që ju vjen, thoni shumica, mundeni me qitë pra tek vezët edhe sheqerin një sheqer vanila, unë e pëlqes tamam tradicionale që është kemi qitë gjithmonë, pra mas pari kemi hedhë vezët 14 vezë, mandej e shtojna 14 lugë të gjellës me sheqer edhe i përzim pra vezë derisa të bëhet një mos kremoze. Basi është bërë pra mosa kremoze, si që përshefni ne dhe do të shtojna qumshtin e ngrahtë. Bismillah, qumshti i ngrahtë edhe përzina edhe një 2 minuta me mikser prap. E kemi përzjedhe për 2-3 minuta, vezë pra me qumshtin e ngrahtë, tash e qirim edhe pakon. Tash e hedhem qumshtin me vezë në një tepsi 42 cm masia. E kemi ly me parë me vaj, normal. Furrën e kemi nxehë në 250 gradë mas pari, kur e fusim tepsin e ulim temperaturë në 180 gradë. Edhe kajmaqinin e kemi jekë prej furrës, e kemi pjekë pra në temperaturë 180 gradë për 25 minuta. Duket kështu bëhet shumë e sheshme tamam kajmaqin pra tradicionale, vetëm me vezë, qumsht edhe sheqer. Faleminderit për krohen që ma beni, komentet e bukura, neve na beft mirë e ju e po ashtu nëse përbani deri në recetën e radhës nga kuzhina në Jerit, i tham mirë pofshim.